që është prishur sistemi në Shqipëri me ardhjen në pushtet të së Majtës, sepse është prishur sistemi i rekrutimit të punonjësve të policisë, jo vetëm të rolit bazë, por edhe të oficerave të policisë, është prishur sistemi i rekrutimit të punonjësve të AMP-s, është prishur sistemi i rekrutimit të punonjësve të shërbimit informativ shtetëror, të shërbimit të zjarfikës dhe të gjitha shërbimeve të emergjencës. Duke u prishur sistemi i rekrutimit dhe duke e mbushur këto organizata me njerëz të papërshtatshëm, pa një vërtetim personaliteti të kullushmërisë së origjinës së personit apo të personës, pra mashkull apo femër që do të rekrutohet si punonjës, nëse ne nuk bëjmë një vërtetim personaliteti nga të përgjegjshëm, nga njerëz të përgjegjshëm, atëherë shkojmë edhe tek rekrutimi i kontingjentëve të policisë dhe i fusim brenda në vathën e policisë. Çka do të thotë që ne në mënyrë kategorike shteti nuk ka një filtr të rekrutimeve, ndërkohë që organizatat kriminale rekrutojnë më të përgatiturit në polici, përfshi dhe punonjësit e forcave speciale për t'i bërë pjesë të grupeve kriminale me detyra të veçanta, vëzhgimi, shoqërimi, investigimi, përgjimi, agent në mbulim apo në çdo pozicion tjetër të punës. Çka do të thotë që unë jam shumë i trishtuar në raport me përgjegjshmërinë e procesit të rekrutimit dhe të pozicionimit në vendet e punës në organet ligjzbatuese të Shqipërisë. Kjo është ngjarja më e rëndë dhe është prishja e sistemit dhe prishja e gjithë strukturave shtetërore. E njëjta gjë, mos të më keq, është bërë në magjistraturën atje ku përgatiten gjykatësit dhe prokurorët e ri. Dhe baza e furnizimit është lista e patronazhistëve. Po të verifikosh kush shkon në shkollën e magjistraturës, për gjykatës apo për prokuror, kush shkon për oficer policie apo për punonjës policie apo punonjës të shërbimit informativ shtetëror, patjetër ka qenë i regjistruar patronazhist, antar freshi apo të organizatave të partisë. Dhe kjo është për të vënë durët në kokë. Nëse ka një burim tjetër, ai nuk mund të pranohet dhe nuk fiton asnjëherë në një garë të pastër, edhe ndodh si ajo gara e tendrit të aeroportit të Vlorës. Tani, në atentatin e Rinasit, autorët përdorën një makinë Toyota e cila më pas u gjet e djegur, në të edhe 4 armë. Çfarë do të thotë kjo mënyrë e përdorur dhe përdorimi i makinave të huaja në rastin konkret ishte me targa greke për shembull në atentate të tilla? Shiko, për mua targat nuk kanë shumë rëndësi. Targat zakonisht përdoren për të humbur gjurmë, për të orientuar organet hetimore, për të konsideruar që një makinë me targë greke ishte e rastësishme aty. Aty nuk u përdor një makinë, janë përdorur 3 makina nga të paktën deri më tani, organet e hetimit kanë nxjerrur se 3 makina kanë qenë në dispozicion brenda perimetrit. Jo brenda perimetrit, brenda segmentit të rrethrotulimit në Terezia. 3 automjete që është provuar nga mënyra e sjelljes, nga mënyra e veprimit, nga mënyra e frenimit, nga mënyra e ndalimit dhe nga mënyra e largimit. Është provuar se 3 makina kanë pas të bëjnë me atentatin. A kanë pas targa, pa targa, targa greke, apo targa italiane, apo targa shqiptare, kjo nuk ka rëndësi fare. Por përdorimi i targave dihet që bëhet për të humbur gjurmë. Kriminaliteti i ndodhur në rajonin, përgjithsisht, në rajonin e aeroportit Rinasit, në rajonin e Fushkrujës, në rajonin e Laç, Milot, komplet qarku i Kurbinit, po të shikosh specifikat e kriminalitetit është atentat i përkryer me masat precize nga organizatat kriminale, nga grupet kriminale po themi, dhe në përfundim djegja e automjeteve dhe e armëve. Sepse kjo forma më e mirë për të zhdukur gjurmët që lënë në armë, në makinë apo në mjetët tjera të kamuflazhit
që grupet kriminale përdorin gjatë një atentati. Djegja me benzin e gjithë shkaje që ndodhet në makinë, do të thotë që në makinë nuk lën gjurmë, 99.99% vetëm e gjetë në gjurma dënoje, që mbjeton në nëj skut. Pra kemi të paktën 7 vitet e fundit, të gjitha ngjarjet kriminale që kanë ndodhur, merr ngjarjen e Larushkës, merr 4 ngjarjet e aeroportit Rinasit dhe të rrugës që çon për Rinas, grabitjet e tjera të parave, merr vrasjet e Brilant Martinit dhe të treti në mbikalimin e Fushkrujës, merr këtë ngjarje, merr ngjarjen e grabitjes parave ku ngeli i vrar Murati në zonën e lumit të që kalon mes për mes në krah të aeroportit të Rinasit, që do të thotë të gjitha këto kanë një tipologji kriminaliteti dhe një tipologji ekzekutimi të mjeteve që janë përdorur në atentat. Që do të thotë që grupet kriminale e dinë më së miri që zona e Rinasit është zona më e sigurt në pikpamje të realizimit të qëllimeve të kriminalitetit për larjet e hesapeve midis grupeve kriminale. Sepse nuk është hera e parë që kemi përplasje. Pra në rajonin e Fushkrujës, pra kemi në harkun kohor të Fushkruj Nikel aeroporti Rinës, kemi brenda 5 viteve 7 ngjarje kriminale me pasojë humbjen e jetëve të personave, 1, 2 dhe deri në 3 persona, dhe asnjë gjurmë nuk është hedhur në zbulimin e së vërtetës për shkak të teknikave që kanë përdorur këto grupe kriminale kundër njëri tjetrit në atentate. Ka qenë forma më mirë e organizuar nga ana e grupeve kriminale, ndërkohë që policia ka dështuar edhe në pikpamje të masave të parandalimit të kriminalitetit, sepse nuk ka patur një plan ambicioz, realist në raport me nivelin e kriminalitetit në atë zonë, nuk ka ndryshuar asgjë në pikpamje të planit të sigurisë së aeroportit ndërkombëtar, as nga kompania private që e ka marrë në menaxhim, nuk ka një plan të sigurisë dhe nuk ka një plan të emergjencës, që në faktikisht duhet ta udhëheqë shteti në këtë pikpamje dhe nuk i takon kompanisë private, duhet në çdo pikpamje aty ku kemi shërbime shtetërore, është shërbimi shtetëror ai që organizon planin e bashkëpunimit dhe të bashkëveprimit në qoftë në planin e sigurimit të brendshëm, qoftë në planin e sigurimit të jashtëm. Sepse ju thash vetëm forca policie, atje ka 3 struktura policie, të policisë shtetit flas. Pa thënë që atje ka dhe shërbim informativ shtetëror, ka dhe një shërbim të ushtrisë atje, të navigacionit, ka dhe shërbimet tjera të siguritisë, ka dhe shërbimin zjarfikës të veçantë, të posaçëm, të mirë trajnuar për këto probleme, por ndërkohë që nuk ka veprim. Dhe të shkojmë pastaj tek informacioni. Për hir të vërtetës, duke u referuar sloganit të kryeministrit Kokën Hëngçi, që e ka thënë për disa vitesh, mos gabojmë 5-6 vite, në realitet kështu po ndodh. Gojët e liga flasin se edhe grupi që u dëmtua, po edhe grupi që ka vepruar janë njerëz të afërm, lidhje të partisë në pushtet për shkak të kontributit të tyre që kanë luajtur në sigurimin e votave, çka do të thotë që kryeministri nuk ka dhënë asnjë prononcim në raport me ngjarjen e rëndë kriminale. Vetëm për pjesën e kamerave që para pak ditësh që prandaj duam të vendosim kamera, sepse ja dhe një atentat i tillë do zbulohet më shpejt. Ajo është slogani i radhës, sepse kryeministri para 4 vitesh kur hodhi në hapësirë 2 satelitët, tha që tani me investimin e qeverisë shqiptare për dërgimin në hapësirë të 2 sateliteve, qeveria shqiptare, ushtria shqiptare, policia i ka renditur të gjithë organet ligjzbatuese, do të diktoj dhe do të zbuloj çdo rrënjë të bimbe narkotike që kultivohet në territorin e Shqipërisë, çdo ngjarje kriminale që ndodh në territorin e Shqipërisë. Ndërkohë që sipas informacioneve, këto të konfirmuara edhe në rrugë shtetërore, në mënyrë kategorike 2 satelitët nuk kanë dërguar asnjë mesazh dhe shqiptarëve nuk ju është bërë e ditur absolutisht asnjë mesazh që këto 2 satelitë kanë dhënë raport me Shqipërinë, qoftë për zjarret
ose hartën e zjarreve në Shqipëri, qoftë për parandalimin, qoftë për vërshimin e lumeve të prejve, qoftë për përmbytjet, qoftë për nivelin e rreshjeve, intensitetin e rreshjeve, qoftë për kriminalitetin dhe qoftë për hartën e kultivimeve narkotike. Çka do të thotë që ose kryeministri duhet pranojë që është një investim i dështuar, dhe normalisht nesër do të jetë investim i dështuar edhe vendosja e kamerave, sepse grupet kriminale janë 2 hapa deri në 3 hapa përpara qeverisë,